Aliu radiallahu anhu ka thonë, Aliu ka thonë, kur fletë për kohën e sahabëve, kohën e pejgamberit, thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, në kohën tonë, cilën kohën tonë, me pejgamberin, nuk e kemi pas asë njëherë breng veprën. Dëmonë, me bo në i punë, kur së konë kjo punë gajla, veç këna prit, dëmonë, kur thot pejgamberi mire që të me bo, edhe na këna bo. E këna pas breng pranimin, që atje u konë gajla. Në cilën fazë jene na të pasimit të sahabëve? Cilën fazë jene? Në fazën ende të brengës së punës, na kena gale që ishë më mund me bo, se pranimi nuk është breng. Nuk është breng të shumica, nuk o gale. A u pranua që ka u bëso gale. Gale me madhë është e vepra, tek vepra. E kur ka dashni të ndërlozër, vepra s'kontestohet, po kontestohet a i pëlqej, si pëlqej. Me po, një njëri kër e dënë dikën, dhe dashëm kër janë, nuk kontestohet çmimi i dhuratës, po brengo është a kam i pëlqyja jo, apo se dashnia e bën me anashkalu fazën e partë të investimit, sa më rëndësi sa kushtanë, Allah, më rëndësi është veç a i pëlqen, a i bjen taman, a pranan, që kjo është më rëndësi, njeri me njeri, e ku është, dhe më honë, njeri me Allah në gjellë e